Mirë se erdhët në hapjen e ekspozitës Rezistenca në Kosovë 1980-1999 përmes shtypit të fshat, e cila organizohet me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Kjo ekspozitë e realizuar në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës paraqet një dëshmi të rëndësishme historike për një nga periudhat më të vështira dhe më vendimtare të historisë së Kosovës. Në këtë rast, shpreh mirënjohjen time të sinqertë për drejtoren e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës për bashkëpunimin e vazhdueshëm, mbështetjen institucionale dhe krijimin e kushteve për organizimin e kësaj ekspozite. Përmes gazetave, trakteve, buletineve dhe materialeve të tjera të shtypit të fshehtë, kjo ekspozitë sjell para nesh zërin e rezistencës kombëtare dhe intelektuale të shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1980-1999. Në kohën kur liria e fjalës ishte ndaluar, shtypi i fshehtë u bë një mjet i fuqishëm i organizimit, informimit dhe ndërgjegjësimit kombëtar. Ai ishte jo vetëm burim informativ, por edhe simbol i qëndresës dhe i aspiratës për liri, barazi dhe pavarësi. Botuesit, shpërndarësit dhe autorët e këtyre materialeve vepronin në kushte jashtëzakonisht të rrezikshme, duke rrezikuar lirinë dhe jetën e tyre. Fal guximit dhe përkushtimit të tyre, sot kemi mundësi të dokumentojmë dhe të kuptojmë një pjesë shumë të rëndësishme të historisë sonë më të re. Kjo ekspozitë na rikujton se rezistenca nuk zhvilloi vetëm në rrugë e demonstrata, por edhe përmes fjalës së shkruar, përmes gazetës së shtypur fshehur razi dhe përmes ideve që nuk mund të ndaleshin. Njëkohësisht, kjo ekspozitë është edhe një vlerësim dhe mirënjohje për të gjithë ata veprimtar, intelektual, student që kontribuan në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe në rrugtimin drejt lirisë së Kosovës. Një falënderim të veçantë dëshiroj t'ia adresoj edhe kolegës nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, studiuese Dorina Daiu, e cila me përkushtim dhe angazhim të vazhdueshëm ka punuar në realizimin sa më të suksesshëm të kësaj ekspozite. Bashkëpunimet e tilla ndërinstitucionale janë shumë të rëndësishme për ruajtjen, dokumentimin dhe promovimin e kujtesës sonë historike. Të nderuar të pranishëm, edhe një herë sinqerisht ju falenderoj për praninë tuaj. Falenderojmë drejtoreshën, ndërsa tani ftojmë zotin Emrosh Gjemali, veprimtari i çështjes kombëtare, na thot një dy fjalë për ekspozitën. Faleminderit sa po më njoftuan, unë nuk kam përgatitur gjë, mirë po dua ta falenderoj Institutin e Historisë Ali Hadri për këtë ekspozitë, drejtoreshën Teuta Shalja dhe gjithë ata që kanë kontribuar për këtë ekspozitë, e cila është tepër me interes për gjithë e për gjeneratat e reja në veçanti. Këtu bashkë me mu po shoh edhe një prej gazetarëve të ilegalës, prej atyre që ka shkruar dhjetra, ndoshta qindra artikuj i Bishneziri, që në kushte të vështira si që përshkruajtën këtu, u bën përpjekje për ta informuar drejt për atë që po ndodhte në Kosovë. Jo vetëm për këta, po edhe për evente tjera dhe simpoziumet e botimet e studimet që po bën Instituti i Historisë Ali Hadri, vlen një falenderim i jashtëzakonshëm prej gjeneratës sonë të atyre viteve të hershme. Kështu falenderit edhe shikim të mirë. Falenderojmë zotin Gjemali, ndërsa për ekspozitën do të flasë edhe zonja Dorina Daiu, që na vjen nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë. E nderuar drejtore e Institutit të Historisë Ali Hadri, zonja Teuta Shala Apeli, e nderuar drejtore e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës në Prishtinë, zonja Blerina Rogova, të nderuar veprimtar të kauzës kombëtare, të nderuar studiues dhe profesor, të nderuar përfaqësues të mediave.
Nën kujdesin dhe organizimin e Institutit të Historisë Ali Hadri në Prishtinë, ku që i rastin të falenderoj dhe drejtoreshën Teuta Shala Beli, sot kam kënaqësinë dhe nderin t'ju prezantoj ekspozitën me temë Rezistenca shqiptare nëpërmjet shtypit të fshehtë 1980-1999. Kjo ekspozit trajton një periudhë mjaft të rëndësishme të historisë sonë kombëtare dhe rolin e pazëvendësueshëm të shtypit të fshehtë në rrugtimin e sakrificave dhe përpjekjeve të shqiptarëve për liri. Në rrethanat e represionit ekstrem fizik dhe politik, ku fjala e lirë dhe informimi i pavarur ishin të ndaluara, shtypi i fshehtë u pa nga veprimtarët e kohës si alternativa e vetme e informimit, organizimit të rezistencës dhe përçimit të frymës të një solidariteti unim popullor. Përmes gazetave, revistave, trakteve, botimeve të shtypura dhe të shpërndara në formë të fshehtë, u ruaj dhe u forcua vetdia kombëtare. O informua opinioni publik dhe u mbaj gjallë ideali i lirisë. Materialet e paraqitura në këtë ekspozit dëshmojnë përveç aftësive intelektuale dhe edhe guximin për kushtimin dhe sakrificën e shumë veprimtarëve, të cilët, duke rrezikuar lirinë dhe jetët e tyre, kontribuan në përhapjen e të vërtetës dhe fjalës së lirë të një populli që nuk u dorëzua kurrë për aspiratat e tij për liri. Kemi të bëjmë me një pjesë mjaft të çmuar të kujtesës sonë historike dhe një dëshmi të qëndresës së popullit shqiptar gjatë viteve më të errta, 1980-99. Më lejoni të shpreh konsideratat më të larta, respekt dhe mirënjohje për të gjithë veprimtarët e kësaj periudhe, sakrificat dhe kontributit të cilëve ndihmoi dhe mundësoi një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Shpresojmë shumë që kjo ekspozit të shërbej që nëpërmjet informimit të jetë dhe frymësim për rinin, brezat e ardhshëm dhe të kontribuojë së bashku për ndërtimin e një Kosove më të bukur dhe më të fortë. Duke ju falenderuar për praninë tuaj sot, ju ftoj të më ndiqni në prezantimin e ekspozitës, ku do të njihni më nga afër me dokumentat dhe botimet që pasqyrojnë këtë kapitull të historisë sonë kombëtare. Ju faleminderit.